Startupet do të përfitojnë mbështetje financiare dhe shërbime mbështetëse për zhvillimin e bizneseve të tyre. Në fletoren zyrtare është publikuar vendimi për miratimin e thirrjes për aplikime, kërkesave, kritereve, procedurave dhe afateve që duhet të plotësojnë startupet dhe lehtësuesit e tyre për financime ose masa mbështetëse, si dhe të rregullave për përbërjen e komisionit të vlerësimit dhe ankimit, kritereve, procedurës së përzgjedhjes dhe shpërblimit të anëtarëve. Sipas vendimit, mbështetja shtetërore do të ofrohet përmes instrumenteve financiare dhe masave mbështetëse që synojnë forcimin e kapaciteteve të startupeve dhe nxitjen e zhvillimit të ideve inovative. Instrumentet financiare përfshin ndër të tjera grante, financime kapital, subvencione, mbulim të kostove të pranueshme për kërkim, zhvillim dhe inovacion, si dhe mekanizma për lehtësimin e rrezikut. Paralelisht, masat mbështetëse do të përfshin asistencë teknike, akses në infrastrukturë kërkimore dhe testime, shërbime konsulencë ligjore, financiare dhe të biznesit, si dhe vënie në dispozicion të infrastrukturës teknologjike. Procesi i aplikimit është i thjeshtë dhe kryhet përmes platformës digjitale e-Albania. Gjithashtu, vendimi përcakton qartë dhe kategoritë e përfituesve. Mbështetje do të jepet startupeve dhe lehtësuesve të startupeve, të cilët duhet të jenë të vetdeklaruar në regjistrin elektronik përkatës. Startupet do të kategorizohen sipas fazave të zhvillimit, faza fillestare, faza e validimit dhe faza e rritjes. Për startupet në fazën fillestare parashikohet mundësia e aplikimit edhe nga individ privat, vendas ose të huaj përfshirë nomadët digital, të cilët synojnë të zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri, ndërsa startupet në fazat e validimit dhe të rritjes duhet të jenë biznese të regjistruara ligjërisht në Shqipëri dhe jo më të vjetra se 6 vjet. Një nga kushtet kryesore për përfitimin e financimit apo masave mbështetëse është përmbushja e detyrimeve tatimore në momentin e aplikimit. Po kështu, çdo subjekt ka të drejtë të paraqesë vetëm një aplikim brenda së njëjtës thirrje publike. Ndërkohë, është parashikuar dhe ngritja e komisionit të vlerësimit, i cili do të përbëhet nga 5 anëtar, ndërsa komisioni i ankimit do të ketë 3 anëtar. Këto komisione do të shqyrtojnë, vlerësojnë dhe rendisin aplikimet mbi bazën e kritereve, duke garantuar transparencë dhe konkurrencë në këtë proces. Agjencia për zhvillimin e startupeve dhe inovacionit do të monitorojë projektet dhe do të sigurojë që ato të përmbushin objektivat e përcaktuara.